Ndryshimet kushtetuese, mungesa e përparimit në funksionimin e gjyqësorit, ndikimet mbi të, lufta kundër korrupsionit, detyrimet e agjendës reformuese dhe ndryshimet në kodin penal, këto janë pikat kryesore ku fokusua Euroambasadori Rokas në lidhje me vërejtjet dhe rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian. Është i nevojshëm konsenzusi për avancimin e disa reformave dhe hapave kyçe për fshirë amandamentet kushtetuese, për të cilat shteti është zotuar si pjesë e integrimit në Bashkimin Evropian. Pres hapat tuaj për të ecur përpara. Ajo që shqetëson më së shumti është sundimi i ligjit. Nuk ka asnjë progres në funksionimin e gjyqësorit dhe asnjë progres në luftën kundër korrupsionit. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova tha se për të antarësimi në BE paraqet perspektivë dhe stabilitet, por njëkohësisht pati kritika ndaj BE-s për standarde të dyfishta. Ajo theksoi se nuk është e vërtet që nuk janë punuar ndryshimet kushtetuese, sipas saj ato kanë hyrë në rendite në komision, por nuk e kanë kaluar as hapin e parë. Ono što mislim дека е nešto što ne sme da se zaboravi posebните критериуми за нас. Значи, зошто ние толку долго годиме овој маратон со пречки? Зошто покрај копенхагенските критериуми ние добивме и додатни критериуми. Сиве оценки не можат да се абстрахираат од едно основно барање, а тоа е барањето за уставни измени. Да бидеме искрени. Ministri për çështje evropiane Orhan Murtezani u ndal te disa nga vërejtjet e BE-s. Reformat në gjyqësor nuk janë as përpjekje teknike dhe as politike. Ato janë themeli mbi të cilin qëndron perspektiva evropiane, mas për legitimitet para qytetarëve dhe kriter kyç në procesin e hapjes dhe mbylljes së grup kapitujve dhe kapitujve. E kryetari i Këshillit Nacional për Eurointegrime, Venko Filipçe, me kritika ndaj pushtetit lidhur me raportin dhe me zhgënjim ndaj tyre për shkak të tonave euroskeptike, ai veçanërisht kritikoi pjesën që ka të bëjë me ndikimin ndaj gjyqësorit. Владата се обидува да ги покрие и да върши влияние на сите независни институции, които се надвор от извършната власт. Най-много, най-силно, най-експлицитно на судската власт, явен и ясен притисок, што за прв пат предизвика од 1991 година јасна реакција од судската фела. Преседан, би рекол, општествен, не само во државата. Ky është raporti i 16 i Komisionit Evropian për progresin e vendit që nga viti 2009, kur Maqedonia mori për herë të parë rekomandim pozitiv për nisjen e negociatave me BE-n.